Partia Socialiste ka fituar bindshëm edhe nga vota e shqiptarëve të diasporës në zgjedhjet e 11 majit. Në total, nga numri votave të diasporës, Partia Socialiste ka marrë 122.218 vota, kundrejt 47.056 votave të PD-s. Në Berat, socialistët mblodhën 9.660 vota të diasporës, ndërsa Partia Demokratike vetëm 1.409 vota. Në qarkun Dibër, ku më 11 maj PS përmbysi rezultatin e 4 viteve më parë duke marrë 3 mandate dhe PD-ja vetëm 2, socialistët mblodhën 4.627 vota dhe PD-ja 2.291 vota. Në Durrës, socialistët arritën të fitojnë 12.718 vota diaspore, ndërkohë që koalicioni opozitar i drejtuar nga PD-ja 5.264 vota. Diaspora ka mbështetur më shumë socialistët në qarkun Elbasan, ku fituan 13.602 vota kundrejt 3.408 vota për Partinë Demokratike. Në Fier, socialistët blinduan me votën e diasporës mandatin e 12, shqiptarët jashtë vendit i dhanë Partisë Socialiste 19.733 vota, ndërkohë që PD-ja arriti të mbledh 3.379 vota. Diaspora ka mbështetur fort edhe socialistët në Gjirokastër me 5.228 vota në raport me PD-n, që mori vetëm 903 vota. Në qarkun Korç, 10.976 votues të diasporës ja besuan votën socialistëve, vetëm 3.388 votuan Partinë Demokratike. Koalicioni PD-ASHM arriti të thyej PS në qarkun Kukës, 1.835 shqiptarë që jetojnë jashtë vendit votuan Partinë Demokratike, kurse Partia Socialiste arriti të marrë vetëm 800 vota diaspore në qarkun Veri Lindor. Edhe në qarkun Shkodër, koalicioni PD-ASHM mori më shumë vota të diasporës, 5.852 ndaj 5.539 vota që mori Partia Socialiste. Qarkun Lezhë, PD-ja e fitoi me votat brenda vendit, por diaspora votoi ndryshe, pasi 5.967 votuan Partinë Socialiste dhe 4.140 për Demokratët. Socialistët shpresuan të merrin një mandat më tepër, duke e kaluar rezultatin në 4-3 në favorin e tyre. Megjithatë, vota e diasporës nuk e mundësoi rokadën e mandateve. Në qarkun Tiranë, nga ku dalin më shumë mandate për kuvend, 37 të tilla, Partia Socialiste fitoi 22.043 vota diaspore, ndërsa Partia Demokratike 13.159. Vota e diasporës ju dhuroi socialistëve mandatin e 9 në qarkun Vlorë. Numërimi i votave brenda vendit ndau mandatet 8-4 për Partinë Socialiste, por diaspora ishte ajo që bëri diferencën e madhe, duke i shtuar socialistëve një mandat deputeti. 11.325 shqiptarë nga jashtë vendit votuan Partinë Socialiste, ndërkohë që 2.028 të tjerë besuan tek Partia Demokratike. Në përballjen e 11 maj, diaspora u shfaq si decizive në shpërndarjen e mandateve për deputetët që do të ulen në sallën e parlamentit në fillim të muajit shtator, kur do të nisë legjislatura e re.